7:37 ora, tani do të fokusohemi tek promocioni, por jo ai promocioni I madh që I bëhet Shqipërisë turistike, por Shqipërisë turistike ku gjithë secili në raport personal me dikë tjetër në mënyrë spontane ose jo. Qoftë edhe pastaj nga dëshira për të treguar miqve të tij të huaj se çfarë mund të gjejnë në këtë vend I cili sikundër tham, një herë mirë, një herë keq, me gjërat që si ofron maksimum, fjala vjen si plazhet e San Tropez, po ne kemi plazhet tona të bukura, me infrastrukturën që ka, është gati që të mirëpresë edhe të huaj. Vazhdimisht duke pasur parasysh shifrat që janë shifra shtetërore, turizmi në këtë vend në raport me të huajt ka pësuar një rritje, megjithatë një pjesë e mirë e kontributit mund t'i shkojë edhe gjithë atyre të cilët përpiqen që të ftojnë të huajt kështu personalisht. Janë studentë shqiptarë që jetojnë punojnë, janë shqiptarë të cilët jetojnë punojnë në vendet e huaja dhe I thonë miqve të tyre të vinë në Shqipëri. Është një iniciativë e cila është bërë publike nga Lëvizja Shqipëria e Re. Ne kemi Edmond Lashin, faleminderit shumë që erdhët në studio. E para e punës pse u nisët ta bënit në formë mediatike këtë iniciativën e cila sido qoftë ti ndëllon interesante, dëgjuar kështu. Lëvizja Shqipëria e Re është një lëvizje politike, po që ka në karakterin e saj nevojën për një kontribut të rije dhe energji të reja në dobi të gjithë zhvillimeve sociale në Shqipëri, social-ekonomike. Ne besojmë se zhvillimi I turizmit është një sfidë e cila po të realizohet mirë, do prodhonte vend të reja pune edhe mirëqenie ekonomike. Edhe duke parë në këtë lloj këndvështrimit, ne besojmë se nxitja e gjithë aktorëve në fushë, por që në sa më produktive dhe sa më kreativ, po ashtu edhe sa më kontributor për zhvillimin e kësaj fushë, do t'i sillet të mira gjithë shoqërisë dhe gjitha familjes shqiptare. Petre, kjo dihet, kjo merret vesh. Këtë na e kanë thënë politikanët për shumë kohë, këtë e din vetë ne. Mirë, po çështja është që ju keni thënë me kushtet që janë, ftoni një mik në Shqipëri, 1, 2, 3, sa mund të keni. Për këtë doja të flisja. Ne kemi nevojë të mendojmë edhe në një mënyrë të re, me një mentalitet të ri. Ne besojmë se jo gjithçka arrihet për shtetit. Ne besojmë se po të ketë iniciativa nga njerëzit e thjeshtë, nga baza, edhe mund të vinë edhe rezultate të reja. Edhe rezultate të cilat mund të jenë dobishme për atë familje e cila mund të ftojë në Shqipëri vizitorë të ri, që mund të jenë emigrant, mund të jenë pjesëtarë diasporës ka hershme shqiptare, po ndoshta duke nxit edhe emigrantët dhe diasporën mund të jenë edhe pastaj edhe mis tyre nga vendet e huaja. Okej, drejt, një që I kanë bërë përmes Facebook-ut të gjëra të këtij lloji. Tani unë do doja që t'ju ftoja edhe ju në komunikim, do të shihni numrin vetëm pas pak në ekran, 355 4247299, kush na telefonon nga Tirana, kush na telefonon nga jashtë Shqipërisë, po më së shumti unë do doja që ata që janë jashtë Shqipërisë tani kapnin linjën edhe të na tregonin nëse e kanë bërë, do ta bëjnë, besojnë se ky vend ka çfarë ju ofron miqve të tyre të huaj në vendet kudo që ata janë. Edhe një herë ftoni miqt në Shqipëri, a do ta bënit ju, do ta bënit që në kontakt me të huajt t'i ftoni të bëjmë në këtë vend I cili sikundër po flasim ka ato aspekte turizmit të cilat duhen zbuluar dhe nga të huajt. Megjithatë, ajo gjë që ne na bën përshtypje është një lloj promocioni I cili ju e lini në aspekt personal. Po sa është I matshëm ky lloj promocioni? Se veç një ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi unë mendoj që deri këtu shkon. Pastaj kjo është një gjë që është personale, dikush e bën se ndjen, dikush e bën fare. Ne kemi synim të aktivizohemi nëpërmjet iniciativave dhe veprimtarive konkrete, reale dhe shumë praktike. Ne po organizojmë një fushat bëjmë deri vendit tonë, fton Shqipëri sa më shumë njerëz. Do organizojmë me 100 makina, makina tipit familjare. Edhe pikë parë do shkojmë në gjitha qytetet e rëndësishme të Shqipërisë dhe komunet të cilat kanë fokus zhvillimin e turizmit. Edhe do synojmë atje t'i bëjmë bashkëpunëtor edhe protagonist këto njerëz të komuneve dhe bashkive. Jo vetëm autoritetet, po edhe studentët dhe nxënësit e shkollave, apo edhe organizata tjera të cilat janë të interesuar për zhvillimin e turizmit. Edhe synojmë që pikë parë të bëjmë sot analizën e atij territori, duke përcaktuar cilat janë pikat e forta edhe pikat e dobta dhe cilat mund të përforcohen si vlera në atë territor. E pastaj le t'i promovojmë ato, po t'i promovojmë në një mënyrë I çik më drejt për drejt edhe më të veçantë. Në çfarë? Nëpërmjet kalimit internet, do ketë flet palosje. Do synohet direkt nëpërmjet kalimit fjalës. Pikë parë duke synuar, ne kemi synim shumë konkret, dërgojmë 1 milion letra në drejtim të 1 milion personave.
apo 1 milion institucioneve, apo 1 milion shkollave, e kështu me radhë, komunave, bashkive të tjera që ekzistojnë jashtë Shqipërisë, që ekzistojnë në gjithë Shqipërinë. Edhe letra, jo email-e. Është koha tani e email-eve, se mësohen në Facebook apo se mësohen në telefon, e komunikimin e shkurtër. Kur i çon letra bën më përshtypje. Le ta rithirrim edhe herë në vëmendje shkrimin e një letre, sepse ne kemi filluar të harrojmë të shkruajmë një letër. Në atë letër ne të përcaktojmë cilat janë ato vlerat, cilat ne sillojmë ti promovojmë edhe pastaj ti ofrojmë për gjithë ato vizitorë të arshëm. Okej, lidhemi pak tani me Dritën e cila na ka bërë një telefon këtë mëngjes. Mirëmëngjes Drita. Drita, dëgjohemi bashkë? A kemi dhe Edlira Çepanin e cila na shikon. Edlira, përshëndetje. Edlira Çepani gjithashtu na është bashkuar në këtë lidhje direkte. Ajo është nga rrjeti i studentëve shqiptar në botë Asan, një rrjet i cili po ashtu ka kontribuar gjatë gjithë kësaj periudhe për të ftuar në një farë mënyrë. Ju e keni bërë edhe në mënyrë jo koshciente këtë, apo jo, si më thënë Edlira, ju keni thirrur miq tuaj nga universitetet ku keni studiuar, thjesht edhe ashtu për çef, për një lloj shkëmbimi kulturor, apo jo? Absolutisht. Unë doja t'ju përshëndesja një herë, doja t'ju thojë që më ka marrë malli për ju. Edhe ne për ty. Edhe ne për ty. Mendi po presim të mbyllim lidhjen dhe të vim poshtë të përqafojmë. Me shumë knajsi. Do të thojë që është një gjë shumë interesante që në fakt studentët shqiptarë që jetojnë jashtë bëjnë kryesisht spontanisht. Ata ftojnë miqtë e tyre, ftojnë organizata të ndryshme, qoftë turistike, qoftë studentore, që të vinë të vizitojnë Shqipërinë. Edhe është interesante se ne qeshëm edhe me njëri tjetrin se herën e parë i marrim shumë të tërhequr, pastaj herën e dytë e tretë ata vinë vetë. Vinë vetë. Domethënë ikin me një eksperiencë të mirë, sepse atë që po diskutonin djene në redaksi ishte kjo. Ore, disi puna është njësoj sikur të kesh një barake për shtëpi, edhe të kërkojnë miqt e punës ose të shkollës që do vinë ke shtëpia jote. Ti tani do ndihesh pak në ciklet, se nuk është se ke në një vilë të bukur edhe po i fton me qefa, kupton? Në Shqipëri a të ndodh ky kompleksi i të mospaturit të një infrastrukture ashtu siç duhet, apo të një mungese të kulturës së turizmit, të gjitha me radhë, të çmimeve mbase që janë shumë të kripura, edhe për ata që jetojnë jashtë. A të ndodh ndonjëherë kompleksimi kur vjen puna për ta ftuar një njeri për të kaluar 2, 3 apo më shumë ditë në Shqipëri? Mua personalisht jo, sepse miqtë e mi janë njerëz sportiv, edhe në përgjithësi Shqipërinë ende e zgjedhin njerëz të cilët janë për një turizëm sportiv, për një turizëm që zbulon gjëra të reja, që zbulon bukuri natyrore të jashtëzakonshme dhe që janë akoma të paprekura. Nuk ka njerëz që duan një luks të veçantë, nëse do donin luks, komfort etj, nuk do shkonin në Dubai. Sigurisht nuk do zgjidhen sigurisht. Po duke pasur parasysh që pjesa më e madhe edhe targetit që ju thirrni apo përfisni janë të rinj student bashkëmoshatar që keni pasur në aula të shkollave. Unë do të thënë që nuk kena pasur sa problem paktën me miqtë e mi dhe me miqtë ne kemi sjell nga Asani, sepse nëpërmjet iniciativave të ndryshme bëhet edhe një farë si turizmi spontan, sepse edhe kur ne sjellim konferenca që janë konferenca ndërkombëtare, rajonale, kur ne sjellim të rinj që janë ndërkombëtar nga të gjitha vendet e botës, mundohemi që t'ja u prezantojmë Shqipërinë në një farë mënyrë. Një pjesë është konferenca, pjesa e dytë është turizmi, mundohemi të shkojmë në vende interesante. Tani do ju shkëput këtu për një moment, sepse Alma Sula i ka bërë një vëzhgim të sezonit veror të vitit të shkuar, për të parë paksa si kemi qenë dhe në një farë mënyre kjo mund të jetë edhe një lloj kartoline, mund të jetë një lloj kartoline për ata që mund të ftoni ju miq që jeni duke na parë nga ekrani eventualisht dhe që janë të huaj. I hedhim një sy. Sezoni turistik i vitit kaluar mund konsiderohet më shumë problematik apo i suksesshëm. Nëse u rikthehemi kronikave të xhiruara në fillim dhe në pikun e tij, vëmre se vera e 2011-s i përmbushi pjesërisht pritshmëritë e turistëve vendas dhe të huaj. Velipoja e nisi në këtë mënyrë sezonin turistik të vitit që lan pas. Në ndryshim nga vitet e tjera, zona turistike bregdetare më e madhe në veri të Shqipërisë, Velipoja, nuk duket as pak e gatshme në pritjen e pushuesve. Madje drejtuesit e komunës në ikje dhe ato që pritet të drejtojnë këtë komunë, shprehen se situata politike në vend e ka goditur turizmin në Velipoj. Me të njëjtën panoramë e nisën sezonin dhe plazhet e Durrësit, Ksamilit dhe Vlorës. Prej më shumë se 6 muajsh e gjithë vija bregdetare nga Vlora deri në Orikum po pushtohet nga ndërtimet pareje si dhe hedhja e mbetjeve inerte në det për ngritjen e minimoleve. Me 10 ndërtimet të cilat kanë pushtuar gjithë hapësirën publike të kësaj zone. Po ashtu nuk kanë rreshtur se hedhur iderat dhe gurët në det, të cilat kanë prishur përfundimisht vijën bregdetare të kësaj zone. Në kulmin e sezonit, mungesa e infrastrukturës dhe ndotja e plazhit bën që Durrësi të bregtisej nga turistët vendas dhe të ardhurit nga Kosova.
Niveli I lartë I ndotjes në det, mungesa e rendit dhe rregullit, abuzimi ndër vite me çmimet, mungesa e infrastrukturës së nevojshme të hoteleve për pushuesit, ka bërë që Durrësi të braktiset gradualisht. Darkën sabah këtu mizi marrim një kosovar. Më 2-3 ditë marrim shumë pak. Por me tjetër sy, është parë Shqipëria nga ata që vizituan për herë të parë. Gazetari I njohur Seth Kugal, I cili vitin e kaluar zgjodhi vendin ton për të pushuar, në një artikull të tij të datës 10 korrik 2011, botuar në prestigjiozen The New York Times, shkruan: Për shumicën e udhëtarëve, pika e fillimit të rivjerës shqiptare është Vlora, një qytet tërheqës dhe disi ngjitës. Brenda në qytetin e Vlorës ndihet kudo mikpritja për turistët e huaj dhe Shqipëria nuk ndihet më e izoluar dhe e trembur, ashtu si vite më parë. Të njëjtën përshtypje u la Shqipëria dhe turistëve Benjamin Simmons nga Britania dhe Joseph Cushing nga Kalifornia. Gjatë qëndrimit të tyre në rivjerën shqiptare, ata janë shprehur për kameran e Top Channel. Është hera e parë që unë vi në Shqipëri dhe jam shumë I kënaqur me shërbimet këtu. Ndoshta ka shumë gjëra që duhen përmirësuar, por mua si turist deri tani nuk më ka shqetësuar asgjë. Kam të bëj me një plazh të bukur dhe të pastër. Gjithashtu ushqimet dhe shërbimet kanë qenë shumë të mira, dhe ajo çka e dallon këtë turizëm në Shqipëri janë çmimet shumë të arsyeshme. Mirë, dakor, raporti me pushimet është shumë personal. Domethënë, më vjen mirë që ne brenda shtëpisë, sikundër Al Masule kishte renditur disa prej problematikave e dim që I kemi, por duke I dhënë zë edhe të huajve, perceptimi I tyre për pushimet ishte ai që dëgjuat në masën më të madhe, jo në masën më të madhe, por totalisht pozitiv. Që thotë se kur të rinj për shembull fjala vjen, mjafton një çantë shpine edhe të shkojnë të bëjnë plazh e qef, ndoshta këto pritshmërinë I përmbushim. Nuk përmbushim do të luksin e plazheve të Saint-Tropez edhe jetën e kushtueshme që bëhet atje, po sido që të jetë disa gjëra të mira I kemi. Kështu që ajo që na bën ne përshtypje dhe po diskutonim dje ishte që kur do t'i ftojmë miqtë e huaj, do t'i themi bujrum, po ne I kemi edhe disa gjëra që nuk shkojnë në raport me turizmin në vendet e huaja të konsoliduara. Pikë parë ne duhet të jemi realist edhe duhet të ndërtojmë çfarë do lloj strategjie apo çfarë do lloj fushate mbi të vërtetën. Edhe ne po shkojmë nëpër qytete shqiptare, po edhe nëpër ambiente të tjera në Shqipëri për të bërë pikë parë një SWOT analizë nëpërmjet tavolinës rrumbullakta ku ka një ballafaqim opinionesh, idesh, mendimesh dhe informacioni. Edhe në momentin që ne do identifikojmë, sikurse është edhe identifikueshme, mikpritja si mit, por realisht akoma nuk është zbrit të niveli I vlerës. Mikpritja është ndryshe në ambientin shtëpiake, në ambientin familjar, por ndryshe është në ambientin e shërbimit. Është një problem kur një kamarier po e zëm në ambientin e shërbimit nuk ka minimumin e kulturës shërbimit apo minimumin e asaj që mund ta quajmë vlerë si shërbimin si vlerë, jo si mit. Pra ne tulemi në nivelin e realitetit dhe ta njohim realitetin edhe të bëjmë këtë lloj SWOT analize e cila pak në kundërshtim kjo se në një kuptim ti fton të tjerët, po kur I fton do I tregosh që po pikë kjo fushata bën der vendit tonë fton Shqipëri sa më shumë njerëz, pikë parë do shërbej për të edukuar shqiptarët me nevojën për të kultivuar në të vërtetën, për të edukuar në të vërtetën. Për të vu diçka më shumë seder se po vjen një huaj edhe patjetër, edhe do shërbej edhe për këtë punë, domethënë. Nuk do shërbej vetëm si një fushat marketing ku ne do synojmë të marrim sa më shumë turistë, por do shërbej pikë parë për edukimin e shqiptarëve që ta shohin mikpritjen si një vlerë, po jo si një mit të rreshëm. Okej, na ka pritur pak në telefon Vjollca, nëse e kemi Vjollca, mirëmëngjes. Po. Të përshëndesim. Mirëmëngjes. Oh, faleminderit. Jemi shëndoshur pak së fundit, por mos ta vini re. Tani, Vjollca, na thuaj pak. Jeni kinga, jeni shumë të mirë. Gjithashtu të tregoj diçka për turizmin. Më erdhi vjet nusja e djalit shumë e dashura. Po. Nga Anglia. Po. Ajo është angleze. Po. Angleze dhe me quka. Jo, ishte. Pa quka ishte, okej. Po, Vjollca, pra termi angleze në shtëpi. Në gjithë bregu, në Shqipëri në përgjithësi, gjithandej, edhe ti më sa kur më erdhi në shtëpi. Çata. Tash nuk si të duk, edhe për krenarion, shko sa të bukur kemi bregun ato, Shqipëria më tha, edhe duke e përkthyer avasa po llafet shqip si dinte pak fare. Shqipëria si një grua shumë e bukur, e veshur me breg plasmasi. Interesante. Ja një metaforë që nuk do guxonim ta kishim bërë ne, sepse kemi këtë pozicion që kishim, po të ishim pozicion do kishim bërë që ç'kemë të. Falenderojmë shumë Vjollca, shumë interesante kjo.
Sido qoftë thuaj Nusës që të vi prapë, se her pas here mbas ndryshojnë gjërat. Ne iku vjellca. Thuaj Nusës, kur ti heqim mbretresha, do t'i veshë kjo jona. Kështu që, sido që ti perspektivet janë më shumë personale. Kthehemi pak tek Edlira. Edlir, mes të rinjve, të cilët janë diçka më të shpenguar, më të lirshëm, edhe mendimet nuk është se i mbysin kaq shumë kuptimin që adin ti vën re çdo detaj edhe pastaj të kapen pas çdo pak kënaqësie. A ndodh kjo puna e Sedrës, me që të ishim Atëherë po thosha, duke qenë se të rinj, sidomos ata që ftoni ju, nuk para kapen me shumë detaje dhe përgjithsisht kur janë paksa më të shpenguar, le të themi kështu. Jo vetëm kjo puna e Sedrës, po edhe kjo mënyra se si bëhen pushime në Shqipëri, i kënaq apo edhe ata pastaj shkojnë nëpërmjet batutave të tipit që Shqipëria zonjë e bukur po me mbathje plasmasi. Interesante batuta. Në fakt unë nuk dohet fisja për turizmin vetëm për sa i përket të huajve, sepse ne kemi pjesën më të madhe të turistëve, kemi shqiptarë nga të gjitha trevat, edhe jemi edhe ne vetë që duam të bëjmë turizëm në Shqipëri, që nuk dua vetëm t'ja u dedikojmë të huajve këtë pjesë të turizmit, por edhe shqiptarëve në vetë. Jam shumë dakord me kolegun tim që tha ka disa problematika të ndryshme dhe një nga këto është kultura e shërbimit që ne kemi. Është një problem shumë i madh, mikpritja që ne kemi për sa i përket zinxhirit të shërbimeve që ofron turizmi jonë. Ka disa problematika të tjera të cilat ne mund t'i zgjidhim vetë me iniciativa private apo mund të shkojmë edhe të kërkojmë zgjidhje aty ku duhet. Ne me të rinj tanë, për shembull, kemi bërë edhe iniciativa të ndryshme, të cilat jo vetëm kanë qenë ditë pushimi, por kemi bërë pastrime plazhes, që janë për shembull për mendimin tim, për mua si turiste, por edhe për miqtë tuaj kam përshtypjen, pastrimi, një plazh i pastër është një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të jetë. Thelbësor. Kjo është në fakt edhe një detyrë që ne kemi, që të paktën ato plerat që bëjmë në fund të ditës, mos i lëmë aty dhe t'i gjejmë prapë të nesërme në mëngjes, po t'i marrim me vete dhe t'i çojmë te koshi. Pastaj është detyra e pushtetit vendor që ti pastroj apo ti lër atje për një muaj. Siç ndodh në këto, domethënë ne duhet bëjmë të gjithë pjesën tonë për sa na përket neve dhe të ardhmes tonë. Gjëja që ne duhet për mendimin tim ku duhet të synojmë është një turizëm i qëndrueshëm. Ne nuk duhet të synojmë te disa turistë që kalojnë rastësisht në Shqipëri apo edhe shqiptarë që bëjnë një vit, 2 vjet, 3 vjet pushime në Shqipëri dhe pastaj nuk shkënjen dhe nuk vinë më. Jo, për këtë jam shumë dakord me ty. Duhet të synojmë një turizëm qëndrueshëm dhe këtë duhet ta synojmë me një kulturë të mirë shërbimi. Unë besoj edhe shumë njerëz që më dëgjojnë kanë bërë pushimet në Turqi për shembull, që nuk është njëri nga vendet më egzotike, por ama ka një kulturë shërbimit jashtëzakonshme, turisti kënaqet sepse në fundit ato 15 ditë pushime që kemi ne duam të kemi rrotull njerëz të qeshur, të dashur dhe që na bëjnë të ndjen mirë. Domethënë ato buzëqeshjen e kamarierit edhe të hotelierit unë kam shumë. Okej, ja, dhe këtu kamarierët buzëqeshin për hir të vërtetës. Absolutisht kemi buzëqeshje, por nuk është aq sa duhet. Unë do t'i ftoja miqtë mi tuaj duke i thënë që ka një vend, ka një gjë atraktive ky vend, her pas here sjell DJ shumë të mirë, kështu që jepi bira edhe të kërcej. Interesante, ajo është mënyrë me cilën ne kemi tërhequr me shumë DJ. Ne kemi akoma Dimitrin në telefon. Dimitri, mirëmëngjes. Të përshëndesim. Faleminderit. Duke konsideruar temën që flisi sot shumë të rëndësishme për sezonin turistik, duke u nisur edhe nga shqetësimin që zonja ngriti, do të thoshe që kultura e shërbimit në radhë të parë mbi të gjitha duhet të fillojë nga pushtetarët vendor. Po i referohem më konkretisht për shembull plazhet e turizmit. Nuk e din, kam shansën se na dëgjon një nga qeveritarët në këtë moment. Ata dëgjojnë dhe bëjnë sikur dëgjojnë, po. Po them vetëm këtë. Në plazhin e Golemit, për shembull, ku pushojnë mbi 1.5 milion turistë në vit, nga 4 milion të imagjinuar total, po i marrë të mirëqenia shifrat që jep qeveria. Ndodhen, për shembull, ndërtime pale në 100 metra distancë 8 kioska, të cilat kanë piskuar 8 tuba në tubacione, kanë 8 lloj muzikash të ndryshme. Nga më të ndryshme të muzikë me zë shumë të lartë, dhe duke imagjinuar pastaj plerat që hedhin këta, vjedhje që bëhen në rrjetin elektrik,
zhurmë akustike të madhe. Kjo është Pra Dimitër, ti po thua që ndryshimi qytetar nuk mjafton, duhet të jetë shteti i cili do të vendosë sa rregulla njësoj për gjithë, apo jo? Dimitër, vim pak të thelbi, ti mikut huaj do të aftojë në Shqipëri, edhe ti thosh hajde. Po. E ftova vjet, në plazhin e Golemit, duke qenë se për shembull e kisha një mundësi të tillë. E çfarë të tha? Një të huaj dhe më tha, e shoh që atje. Nuk e di, la ndot po tub, pse e shoh ujin kaq të pisët, dhe fëmijët e saj nuk i lashin atje në Golem. Okej. Mirë. Deti vetëm 2 ditë nga 15 që kishe premtuar. Edhe mos ka qenë të tillë. Ndaj e hapëm edhe këtë temë, sidoqoftë Dimitër, të falenderojmë shumë. Ne jemi koshient për mënyrën se si është Shqipëria, po ashtu jemi koshient se sa mund të përmirësojmë fakti që të vinë sa më tepër njerëz këtu dhe të vijemi para përgjegjësive të reja, se ndonjëherë i kalojmë gjërat ashtu. Sidoqoftë falenderojmë me mund Blashin që ishte me ne në studio, faleminderit shumë që erdhe. Lira, të falenderojmë shumë, të përqafojmë kështu virtualisht, pastaj do të përqafojmë me të vërtet. Me Enea Lalita Gjonin takonin lajmet e orës 8 në radio. Dashur dëgjues, mirëmëngjesi të gjithëve, do të jemi së bashku me lajmet flesh të orës 8. Pas të shumë kohësh, kryeministri Berisha u shfaqi në kuvend dhe u përball me opozitën në një interpelancë për nivelin e korrupsionit në vend. Deputeti socialist Aulan Balla akuzoi djalin e shefit të qeverisë për 200.000 euro fitim në vit të pa argumentuara. Kryeministri Berisha e cilësoi shpifje dhe deklaroi se nëse rezulton se ai ka përfituar qoftë edhe 1 euro nga fondet publike, pritet të sekuestrohen të gjitha. Mazhoranca miratoi ndryshimet në ligjin për prona duke i hapur rrugë privatizimit të trojeve të mbi 13.000 ndërtesave të ngritura me leje para dhe pas vitit 90. Opozita i kundërshtoi amendimet dhe deklaroi se kjo bëhet për të kënaqur interesat klienteliste të qeverisë. Po kështu vetëm me votat e mazhorancës u miratuan dhe ndryshimet në projekt ligjin për statusin e personave me aftësi të kufizuara. Fillimi i negociatave për antarësimin e Maqedonisë është i pashmangshëm. Kështu u shpreh gjatë vizitës në Shkup eurokomisioneri për zgjerimin Stefan Füle, i cili takoi kryeministrin Nikola Gruevski, por zyrtari europian nuk dha një datë saktë. Füle buri theksin të reforma gjyqësore, të drejtat e njeriut, të emigracionit dhe bashkëpunimit policor si vendimtare për të gjitha vendet që aspirojnë integrimin europian. Në Belgjik sot është shpallur ditë zie kombëtare në nderim të 28 viktimave, mes të cilëve 22 fëmijë që humbën jetën 3 ditë më parë në një aksident rrugor në rajonin e Valles në Zvicër. Disa nga trupat e pajet mbërritën pas mesnatë në Belgjik, ndërsa pjesa tjetër pritet gjatë ditës. Në aksidentin tragjik mbetën të plagosur edhe 24 persona, disa prej të cilëve në gjendje kritike. Këshilli i Europës mori miratimin e ministrave të sportit të 47 vendeve anëtare të mbledhur posaçërisht në Beograd për të mbajtur brenda qershorit një konvent kundër trukimit të ndeshjeve të futbollit. Kjo mbledhje do të shërbejë për të ndaluar krimin organizuar që të ketë kontrollin mbi ndeshjet sportive përmes bazave online. Në përgatitjen e kësaj konvente do të ftohen edhe vende të tjera që nuk janë pjesë e Këshillit të Europës. Kjo është Top Albania Radio.